Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, respektivisht sekretariati, ka spaku 2 ditë që intensivisht është angazhuar për të përgatitur aktivitetet dhe planat e nevojshme që kanë të bëjnë me organizimin sa të mirë të procesit zgjedhor dhe në sazat kësaj dhe sot janë bajtur edhe një numër i madh takimesh dhe mbledhjesh të këshillave të ndryshme përfshirë dhe këshillin për operacionet zgjedhore, ku në katër të saj ne i kemi shqyrtuar afatet, planin kohor, si dhe afatet kohore, të cilat janë realisht një votim për të 2 çështjet, që mos ta përsërisim. Unë vetëm do i përmendi disa prej afateve kohore, pra që në kadër të planit, të cilat do të shërbejnë si orientimi yni dhe të cilat janë bazuar edhe në ligjin për zgjedhjet, po edhe në rrethonat të cilat jemi pra të organizimit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Si një aktivitet që është i fillestar është pranimi i ekstraktit që prej Ministrisë të Regjistrit Civil Qendror, pra nga Ministria e Punëve të Brendshme, e cila tashmë vetëm është bërë. Me datën deri më zvoni deri me datën 5/5 do të merret vendimi për caktimin e kufizimit të shpenzimeve për fushatën e zgjedhjeve. Partitë politike të regjistruara deklarojnë pjesëmarrjen ose mos pjesëmarrjen deri nga data pra nga data dita sotme deri me 7/5. Partitë politike të regjistruara deklarojnë për pjesëmarrjen e zgjedhjeve përmes koalicioneve në periudhën prej datës sotit deri me datën 7/5. Periudha aplikimit për certifikim të subjekteve të reja politike, përveç atyre që janë tashmë të regjistruara, kemi fjalën për iniciativa qytetare, koalicione dhe kandidat pavarur, realizohet nga data 2 deri në datën 10 të këtij muaji. Periudha e dorëzimit të listës së kandidatëve të subjekteve politike të certifikuara realizohet nga data 2/05 deri me 12/05/2026. Tërheqja e shortit për renditjen e partive politike në fletvotim realizohet me datën 16/05/2026. KQZ merr vendim për emërimin e anëtarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve më së voni deri me datën 8 të këtij muaji. Publikimi i listës së qendrave të votimit do të bëhet me datën 5 të këtij muaji. Miratimi dhe publikimi i qendrave komunale të numërimit do të bëhet me datën 4 të këtij muaji. Periudha shërbimit të votuesve për ndrimin e qendrave të votimit fillon nga data 6/05 pra e këtij muaji deri me datën 17/05. Periudha kundërshtimit dhe konfirmimit të listës së votuesve fillon me datën 6/05 dhe përfundon me datën 18/05. Periudha aplikimit për regjistrim të votuesve jashtë Kosovës fillon nga data 6/05 deri me datën 17/05 të këtij muaji. Lista e votuesve që përfshin votuesit brenda Kosovës dhe jashtë Kosovës certifikohet nga KQZ-ja në periudhën kohore 20/05 deri me 21/05. Periudha e votimit përmes postës fillon me datën 25/05 dhe përfundon me datën 6/06, pra 6 qershor 2026. Fushata e zgjedhjeve për subjektet politike të certifikuara fillon me datën 28 të muajit maj dhe zgjat deri me datën 7 të mëngjesit të muajit qershor. Fushata periudha e regjistrimit të personave me nevoja të veçanta fillon me datën 22/05 dhe përfundon me datën 31/05/2026. Emërimi i këshillave të vendvotimit do të bëhet nga ana e KQZ-s më së voni deri me datën 22/05. Emërimi i këshillave të vendvotimeve në përfaqësi diplomatike, në funksion të votimit në përfaqësi diplomatike, do të bëhet me datën më së voni deri me datën 30/05. Emërimi i ekipeve të numërimit në qendrat komunale të numërimit do të bëhet më së voni deri me datën 22/05. Periudha aplikimit për akreditimin e vëzhguesve fillon nga data 08/05 dhe përfundon me datën 30/05/2026. Për vëmendjen tuaj të mediave dhe të tjerëve, KQZ-ja tashmë kanë nxjerrë një rregullore
të re për sa i përket vëzhgimit të zgjedhjeve, e cila mund të gjendet në vetfaqen e institucionit tonë, po dhe mund t'ju ofrohet edhe përmes formave tjera të komunikimit, e cila është e rëndësishme që të lexohet edhe që të kuptohen edhe procedurat, të drejtat dhe detyrimet e vëzhguesve të kategorive të ndryshme, përfshi edhe mediat. Periudha e fushatës për edukim dhe informim publik fillon me 1:05 dhe përfundon me datën 27:06. Programi trajnimit të këshillave të vendvotimit fillon me datën 27:05 dhe përfundon me datën 05:06. Trajnimi i anëtarëve të ekipit të numërimit në qendra komunale të numërimit fillon me datën 4:06, pra me 4 qershor, deri me datën 5 qershor të këtij viti. Certifikimi i listës së votuesve nga KQZ-ja fillon me datën 20:05 deri me 21:05, kur është afati i fundit kur duhet të certifikohet lista e votuesve. Këto janë disa prej afateve kryesore. Natyrisht ne e kemi edhe planin e detajuar të secilit aktivitet për brenda këtyre afateve, që i përshkruajnë në detaje detyrat, përgjegjësitë, po dhe afatet kohore, dhe si dokument të tillë ne si Këshilli i Operacioneve Zgjedhore e rekomandojmë për miratim nga ana Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.